Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Tema sonte është urtësitë e sadakatul fitrit në Islam. Për të folur më shumë rreth kësaj teme dhe për të dhënë mesazhe të shumta, kemi të ftuar profesorin e medreses Alaudin në Prishtinë, Muharrem Ternava. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, pse duhet dhënë sadakatul fitri? Cila është rëndësia dhe kuptimi i tij? Bismillahirrahmanirrahim. Në rend të parë, e falenderoj të madhin Allah për mundësinë që na ka dhënë, për shëndetin, për besimin, për gatishmërinë tonë që ti hyjmë këtij projekti të rëndësishëm të vitit muajit Ramazan. Dhe lutim atë që ditët e këtij muajit na i pranoj agjërimin, ibadetet e tjera dhe të dalim në fund të këtij muaji ashtu siç edhe është objektivi i tij të devotshëm dhe të falur prej Allahut Allah xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu. Ramazani si muaj është një projekt madhështor i cili në vete synon ta bëj besimtarin njëri të përkushtuar dhe të dobishëm për shoqërinë edhe më gjerë. Edhe si rrjedhoi të gjitha komponentet e muajit Ramazan. Nis prej agjërimit, ibadeteve, lutjeve, po gjithsesi edhe sadakas së fitrit e plotësojnë, më thonë, muajin Ramazan dhe si rrjedhoi edhe komponentin social dhe shoqëror. Sadakatul fitri është një ndihmë e domosdoshme, jo vullnetare, e domosdoshme, që besimtari duhet ta jap në fund të Ramazanit me qëllim të pastrimit të agjërimit të tij nga lëshimet që ai i ka bërë gjatë muajit në rand të parë dhe në rand të dytë me qëllim të ndihmës për nevojtarët në mënyrë që ata të kursehen nga lëmosha dhe lypja në ditën e Bajramit. Respektivisht qëllimi është dydimensional. Domethënë qëllimi i parë i dhënies së sadakas së fitrit është pastrimi i agjërimit në mënyrë që ai të jetë i pranuar te Allahu nga lëshimet që ne zakonisht mund t'i bëjmë gjatë ditëve të Ramazanit. Dhe në anën tjetër të afrohemi te Zoti nëpërmjet dhënies së kësaj lëmoshe, e cila mund të jetë në formë të ushqimit zakonshëm që është në vendin e cilit rajon, apo edhe kundër vlerës së saj ose vlerës së barabartë në të holla, që është edhe praktik që bëhet edhe te ne, edhe në mëdhëbin tonë praktikisht pa diskutim, lejohet që të nxjerrë kundër vlera e sadakas së fitrit, në anë të cilës synohet normal afrimi te Allahu edhe ndihma ndaj nevojtarëve. Pra në radhë të parë, kjo shërben si pastrim për ne gjatë këtij muaji që realisht njeriu ka mundësi të bëjë gabime, natyrisht se bën gabime, por në anën tjetër ndelidet të ngushtë edhe me aspektin e dytë që është kontributi dhe mosharresa e tjetrit. Pra, aspekti i parë ndalim pak si urtësi e parë që përfitojmë nga kjo dhënie. Sa na pastron pra kjo dhënie dhe çka mund të pastroj agjëruesin dhe a duhet ndihet i gëzuar pse agjëruesi ka një mundësi të tillë që përmes një dhënie ta pastroj veten e tij gjatë këtij muaji. Pikërisht ne agjërojmë me qëllim të afrohemi te Zoti, të arrijmë shkallën e lartë të devotshmërisë, por e dim se si një muaj brenda vitit na ndron edhe rutinën e ditës. Ne agjërojmë largohemi nga ushqimi dhe pija, që është aspekti minimal i agjërimit, ama synimi bazë i tij është të largohemi edhe nga veset e këqija, nga fjalët e këqija, nga lëshimet tona që mund t'i bëjmë gjatë ditës. Si rrjedhoi si njerëz të gabueshëm që jemi, natyrshëm që edhe mund të rrshasim nganjëherë gjatë ditës, të themi një fjalë që s'është dashur ta themi, ta bëjmë një veprim i cili jo domosdoshmërisht e prish agjërimin, por e prish, si më thon, shpirtin e Ramazanit. Dhe lëshimet që ne mund t'i bëjmë gjatë muajit, me dhënien e sadakas së fitrit, e cila është, thamë edhe në fillim, është i detyrueshëm, është vajxhib dhe nuk është vullnetar, ne e pastrojmë agjërimin tonë. Edhe për këtë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për sadakan e fitrit kur e ka shpjeguar, ka thënë është pastrim për agjëruesin. Pastrim nga lëshimet që ne i kemi bërë gjatë muajit, në mënyrë që në fund të muajit ne të dalim te Allahu të pastër me një agjërim të pastër, dhe vetëm duke qenë i tilla është i pranuar, sepse në fund të fundit synimi bazë themelor pse ne agjërojmë është arritja e shkallës devotshmërisë në rand të parë dhe bëjmë me hallin që ta kemi të pranuar te Zoti. Prandaj një ibadet i pa pranuar mbetet i pa vlerë. Ne i bëjmë ibadetet dhe në një farë forme objektiv kemi që ose qëllim ose qef dëshirë kemi që ai të pranohet te Zoti, dhe kjo është baza themelore. Nderuar profesor, pse duhet dhënë para faljes së Bajramit dhe jo pas saj? Ku është qëllimi ose urtësia e saj?
Po, pikërisht, kur lidhemi të qëllimi i agjerimit, të qëllimi i dhënies së sadakos së fitrit, në fillim kur e tham është pastrim për lëshimet tona gjatë muajit Ramazan. Po. Prandaj, sikur ta jepin atë në fillim ose në gjysmën të Ramazanit, dhe pas dhënies së saj të bëjmë lëshime të tjera. Zakonshëm dhënia sadakos bëhet në fund në mënyrë që ajo të na pastrojë nga lëshimet paraporoke që keni bërë gjatë muajit. Kjo ke pjesa e parë e urtësisë, respektivisht të qëllimit pse jepet, të cilën e specifikon edhe hadithi i pejgamberit alayhis salam. Qëllimi i dytë ishte ndihmë për nevojtarin. Prandaj dhënia e saj në fund të muajit dhe specifikisht para Bajramit, qysh edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, i kurseni nevojtarët që ata të dalin të lypin në ditën e Bajramit. Dhe kjo e ka kuptimin sublim, të jashtëzakonshëm, që praktikisht lidhet direkt me dhënien e saj në fund, sadakos së fitrit, në mënyrë që edhe personat individual, po edhe institucionet të kenë kohë edhe mundësi të distribuimit dhe shpërndarjes së nevojave për nevojtarët, gjetjes së tyre, në mënyrë që ata të kenë mjaftueshëm që në ditët e Bajramit të mos kenë nevojë të dalin të lypin lëmosh, por të kenë aq sa u mjafton në mënyrë që të kenë kohë të gëzohen, të kenë kohë të festojnë festën e Bajramit të Fitrit ose Fitr Bajramit bashkë me të tjerët të cilët kanë. Prandaj dobia ose urtësia bazë themelore e dhënies së saj në fund është kjo, domethënë pastrimi për agjëruesit dhe në një farë forme të jenë edhe të tjerët, nevojtarët, në një farë forme të gatshëm, të përgatiten edhe ata të festojnë në Bajram bashkë me neve. Me herët në vizua se norma e saj është e domosdoshme, pra në vullnetare. E ku qëndron dallimi mes saj, pra e domosdoshme në këtë rast, e mos të ishte vullnetare, vija ndarëse me saj. Në farë krahasimi se dia kam drejt me bua jo, po duhet me pas parasysh një punë. Nuk ka gjë të cilën Allah e ka bërë obligim e të mos jetë shumë e rëndësishme dhe tepër e dobishme, dhe nuk ka gjë që Zoti e ka ndaluar e të mos jetë e dëmshme. Domethënë baza themelore mbi cilën ne ndërtojmë njohjen e urtësive të Allahut që është ligjvënës, është kjo pikërisht. Thonë edhe një herë po e përsëris, gjithçka që Zoti ka obliguar për neve është shumë e rëndësishme. Dhe gjithçka që e ka ndaluar është shumë e dëmshme. Në mes tyre tani qëndrojnë çështjet vullnetare. Prandaj edhe agjërimi është obligim. Unë s'po ta bëj pyetjen, po e bëjmë kështu si diskutim. Paramendojeni sikur Ramazanit mos ishte obligim i detyrueshëm, po të ishte vullnetar. Sa ta mërmenja që do të ishte numri i agjëruesve? A do ishte numri i agjëruesve në këtë masë është tash? Ma mërmenja që jo. Namazet farze dhe namazet nafile dallojnë për nga norma, statusi juridik dhe masa e kryerjes së tyre është e ndryshme për shkak të normës që ka, sepse njerëzit kanë prirje natyrshëm që ato të cilat i kanë obligim të kryejnë domosdoshmërisht për dallim prej gjërave të cilat nuk i kanë obligim. Prandaj, sikur sadakaja e fitrit mos ishte detyrim, po të ishte vullnetar, a besoni dhe ju që shumë nevojtarë do mbeteshin duke pritur ndihmën tonë? Me siguri që po. Prandaj Allahu duke me që e din se njerëzit kanë nevojë për ndihmën tonë, edhe po të ishte vullnetare dikush natyrshëm që do ndihmonte, sepse edhe me ndihmën vullnetare shumë punë të mëdha po bëhen. Megjithatë, duke e bërë obligim atë, sikur shoqënia ato janë çohet në kam krejt, edhe krejt muslimanët angazhohen në fund të Ramazanit në mënyrë që ta kryejnë edhe këtë detyrim brenda detyrimit të Ramazanit, dhe me këtë bëhen dy të mira të mëdha. E para, pastruhet agjërimi i agjëruesit dhe e dyta mbushet me bëllëk shtëpia e nevojtarëve, të cilët nëse kur do herë tjetër jo bile në Bajram të jenë të barabartë me tjerë dhe të gëzohen sinqerisht siç gëzohen gjithë tjerë. Pra, natyrisht kjo është një urtësi e veçantë për faktin se ju thënë se në këtë rast obligueshmëria e saj rrjedh për faktin që në mënyrë masovike, të gjithë së bashku, t'i përgjigjemi kërkesës atyre që kanë nevojë që në ditën e Bajramit të mos ketë ndarje, mos ketë veçime, por të jetë një atmosferë për gjithë së bashku, të gëzuar e të lumtur. Pikërisht. Atëherë, çfarë mund të themi për Sadakatul Fitrin, aspektin e saj në ditën e Bajramit? Ku shpërfiton këtë ditë? Në këtë rast ku duhet të jepet adresa e veçantë? Po. Allahu te barekuhu teala çdo detyrim që e ka bërë për ne, thashë edhe një herë, kthehet me urtësi dhe me mirësi në dy aspekte. Në aspektin shpirtënor personal të dhënësi dhe në aspektin
sociale dhe shoqërore të ata që e pranojnë. Edhe mbi të gjitha, kjo na jep mundësinë që ne me kuptuar një herë edhe gjithë se kategoritë qoftë në aspektin e dhënjes, qoftë në aspektin e pranimit janë të ndryshme. Prandaj sadakaja e fitrit edhe me thebin tonë siç dihet mirëfilli, lejohet të jepet vlera e barabartë e asaj që njihet nga ushqimet që jepen zakonshëm në vendet e ndryshme. Në situata të caktuara, dhënia e vlerës së saj ose pagesa e vitrave që janë sadakës së fitrit në të holla është e lejuar, por përveç se është e lejuar, unë shoh që në kohën tonë është forma më e përshtatshme për të realizuar dy objektiva bazë. E që të dyat vijnë në shprehje tash në kohën kur ne jetojmë. E para është më e lehtë dhe më praktike për dhënësin, dhe e dyta është më e dobishme për atë që është në nevojë. Parandojeni sikur ne të mbledheshim gjithë dhe të blenim me paratë tona ushqime, dhe që ato ushqime t'u jepnim nevojtarëve, të cilët ne jo edhe se i njohim mirë ku janë dhe çfarë nevoja kanë. Prandaj ajo që unë shoh tepër të dobishme, edhe shoh një lehtësim të madh për neve besimtarëve janë institucionet e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, ku Bashkia Islame e Kosovës zakonshëm në fund të Ramazanit intensifikon përgatitjet e veta për mbledhjen e sadakës së fitrit dhe nëpërmjet kësaj na e lehtëson neve dhënësve në mënyrë të jashtëzakonshme pagesën e saj, dhe dyta në distribuimin dhe në gjetjen e nevojtarëve, Bashkia Islame e Kosovës nëpërmjet shoqatës Bereqeti, nëpërmjet këshillave lokale dhe degëve të Bereqetit që me sa e di janë të shtirë në gjithë Republikën e Kosovës, e ka tepër më efektive të dërgoj ndihmën dhe sadakën tonë aty ku është nevoja. Unë personalisht edhe as ti s'mund të dim shumë se ku janë nevojtarët, cilat janë nevojat e tyre. Prandaj nëpërmjet xhamive të fshatrave dhe lagjeve dhe fshatrave të Kosovës, dhe kjo tani nëpërmjet edhe shoqatës Bereqeti që është të shtirë në gjitha këshillat, ata kanë edhe listën e nevojtarëve, natyrën e nevojave të tyre, edhe ç'është më thon logjistike në shpërndarjes së saj. Prandaj kjo është e mirë për dy arsye, e thash edhe një herë, sepse neve na bën më të lehtë dhënien e saj në fund të muajit Ramazan, meqense çush edhe ti e din, ditët e fundit të Ramazanit gjithë ne sikur lakmojmë që të veçohemi më shumë me ibadete, sidomos në 10 ditët e fundit, intensifikojmë angazhimin tonë për me gjetë natën e Kadrit dhe me e kaluar atë në adhurim sa më shumë që mundemi. Prandaj kjo është një lehtësim i madh. Përveç shumë pikave të grumbullimit që janë nëpër çdo xhami të Republikës, nëpër vende të caktuara, nëpër sheshe dhe nëpër rrugë, ajo që e ka letuar shumë kohëve të fundit është edhe mundësia që sadakaja e fitrit të paguhet edhe online nëpërmjet linkut ose vegzës që e gjen në faqen zyrtare të Bashkisë Islame të Republikës, por edhe nëse s'gaboj edhe në kalendarin që është si aplikacion që ne e përdorim ose takvimin për kohët e namazit ditore që ne i falim. Me sa e di unë, një kategori aty është një mundësi ku ne mund bëjmë pagesat online të sadakës së fitrit dhe kjo na e lehtëson neve kaq shumë punën. Dhe si rëdhoj edhe një herë po them, edhe dhënien në mënyrën që na e japim, mirë po edhe distribuimin dhe shpërndarjen e saj e bëjnë ata të cilët edhe janë më kompetent, edhe i dinë më shumë nevojat e besimtarëve. Prandaj janë bërë dy të mira në një vend, fal Zotit. Pra ju pohoni se adresa e duhur, këtë rast është Bashkia Islame e Kosovës, përmes së cilës natyrisht në 4 anë të Kosovës dhe për tej, kemi parë ndonjëherë edhe në Koks pjesën e Shqipërisë, kanë shkuar ndihma të ndryshme në këtë rast edhe përmes imamëve që identifikohen saktësisht nevojat e qytetarëve tanë, edhe njëkohësisht dihet se ku duhet jepet, në këtë rast pra ka lënë emaneti dhe përgjegjësia jo natyrisht duke shkuar drejt në adresën e qytetarit. Për tej saj i nderuar profesor, si ndikon dhënia në këtë rast sadakës së fitrit tek shpirti i besimtarit, sa e bën atë human, sa e bën që mos mendoj vetëm për veten e tij. Pra në këtë koncept si mund ta zgjerosh, ta shpjegosh? S'kam më mirë se me pas mundësi me dhënë dhe s'kam më ngushtë se sa me pas nevojë me shtridor. Ata që se kanë provu, edhe ata që nuk kanë halas kanë filluar se s'paku se kanë shiu ndjenjen edhe kënaqësinë jashtëzakonshme kur i ndihmon dikujt, duhet ta bëjnë domosdoshmërisht. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e din, ka thënë ajo dora e lartë është më mirë se ajo dora që është poshtë. Prandaj fillon me të lartën, bëu nga ajo që jep. Megjithatë, telashet financiare, kriza financiare, rritja e çmimeve,
smundje të ndryshme në familje, statusi social i njerëzve s'është gjithë i njëjtë. Prandaj Zoti xhalla xhelaluhu siç e sprovon të pasurin me pasuri, edhe ne që kemi mjaftueshëm alhamdulillah, jemi të sprovuar në dy aspekte. Në aspektin se si e kemi fituar dhe në aspektin se ku po japim dhe ku po shpenzojmë. Në anën tjetër edhe nevojtari sprovohet me nevojë. Edhe është e zërshme, edhe goxha e vështirë me pas nevojë dhe me prit që dikush po të ndihmon. Hala më e zërshme dhe më e vështirë është me pas nevojë dhe me lyp. Prandaj feja jon, Islami jon, specifikisht në Ramazan, na obligon me sadakën e fitrit në mënyrë që vllau e motra jon që kanë nevojë mos e pas nevojë me lyp. Na mi shku vet aty, se kur në fillim atje kur the pse është detyrim, po e përmend edhe këtë se duke na detyruar Allahu ne i kursejmë nevojtarët nga lypja. Lypja është e zotshme. Prandaj figurativisht shpesh ka pas raste që dikush prej të parëve ton fisnik kur ka dhënë sadaka, e ka qitë sadakon në dorën e tij. Edhe i ka thonë të varfërme e jani dhe merrni nga dora ime. Kur i ka thonë po pse s'pja jep ti, po e shtrin dorën e ata po marrin, sepse thotë se e kam dëgjuar pejgamberin e sa të thonë se dora e nalt është më e mirë se kjo poshtë. E dua që e jamja që unë sa të kam të jetë poshtë, ndërsa dora e lypsit të jetë më e mirë se dora ime, ajo të jetë e larta ndërsa jamja të jetë poshtë. Normal kjo është koncept figurativ, sepse qëllimi i hadithit nuk është a e ke dorën më poshtë a më lart, sepse me logjikën e pagesave online, s'është një dorë lart e një dorë poshtë. Po ideja është veç ajo që jep dhe ajo që merr. Ai ka dashur me kallëzu se po du nevojtari me një veten të nderuar duke e marr pasurinë time nga dora ime, ajo është dora lart. Ose Aisha radhiyallahu anha siç edhe shpjegohet, është të quajtur nëna e mirës ose të bukurës, sepse thuhet që edhe parat kur ka dashur me i dhënë sadaka i ka parfymos. Dhe kur i kanë thonë pse po i parfymos, ka thonë sepse un llogaris që i vendos në dorën e Zotit para se të vendos në dorën e nevojtarit. Prandaj kjo është një pastrim jashtëzakonshëm i shpirtit. Është kënaqësi që s'përshkruhet kur njeriu ndihmon atij që ka nevojë. Inshallah ata që kanë nevojë janë sa më të pakt, po sado që ata të jenë, inshallah gjithherë jemi ne ata të cilët u ndihmojmë. Zakonshëm në për raportet që i bën në storet e Bashkisë Islame të Republikës, po edhe në storet e organizatave të tjera të cilat ndihmojnë qoftë bereqetit, qoftë të tjera, shpesh herë kur ne i shohim storet e suksesit, ne që i shikojmë storien, mbushemi me gëzim. Gëzohemi shumë kur e shohim se ndihma po shkon në vendin e duhur. Paramendoj ti është ti çaj dhënësi. Prandaj kjo në një farë të bën me kuptues se çështja materiale e cila të kryen një nevojë, s'është gjithçka, mbi të qëndron ndjenja e kënaqësisë kur t'ia jap atë. Sepse se besoj që çdo njeri i cili jep në Ramazan, edhe sadakën e fitrit, qoftë me vlerën e saj 5 euro, qoftë me vlerën 10, qoftë 20, qoftë 30 për anëtarët e familjes, sepse sadaka e fitrit jepet nga familjari për anëtarët e familjes, e jepet edhe për të rritur, jepet edhe për fëmijët, se këto besoj që veç është e qartë për të gjithë. Nuk mënoj kur e jep çat pjesë të pasionisë, nuk besoj se s'ka nevojë që në shtëpinë vet plotësoj një mangësi që ka. Apo nuk jam të thonë se kur dikush jep një sadaka, ai ka plotësuar ekskluzivisht gjitha nevojat dhe s'ka nevojë për gjë. Po jo, ne kanjëherë heqim dorë nga disa të mira tonat në mënyrë që të plotësojmë tjetrin. Nëse ne presim që për të dhënë sadakën e fitrit, edhe pse është detyrim, apo edhe sadakën vullnetare që është detyrim, presim që nevojat e jetës, nevojat e familjarëve tonë të plotësohen plotësisht dhe tek atëherë të ndihmojmë të tjerët, besoj që ka më nazon vdekja pa ndihmë kujt. Prandaj kërkesa jam për veten time edhe për gjithë tjerët është që të jenë të vëmendshëm çështjen e sadakës së fitrit, sepse është një detyrim dhe Ramazani me shumë gjas zor se pranohet pa e dhënë sadakën e fitrit, me idenë që në namazin e Bajramit kur shkojmë kemi qef të shkojmë me një agjerim të pranuar. Do të kur hym në xhami për namazin e Bajramit dhe kur ne falim namazin e Bajramit, kemi qef që kjo përfundimi i këtij ibadeti jashtëzakonshëm intensiv nimujor të vulloset me një pranim prej Allahut te barekuhu teala dhe prej komponenteve që e investojnë ose çu më thon shprehen na sigurojnë ndoshta një pranim veç tjerësh te Allahu te barekuhu teala është dhënia e sinqertë e zakatës së fitrit, po unë këto po e bëj edhe një kërkesë të vogël te vetja ime dhe të gjithë shikuesit që ta kenë jetën e sinqertë. Një jetë është bazë shumë e rëndësishme dhe themelore në ibadete. Pasuria mund të jetë e jotja dhe mund ta japësh mirë, po nëse njëta nuk është e sinqertë, nëse se bën me plot zemër, me shumë gjas ka mundësi të na shkojë hoç e ne
jemi ata që s'kemi qef. Veprat tona të në shkoj hoq, e sidomos kur ato i bëjmë në raport me Allahun te bareke ve teala. Me llogaritë që para se një sadaka e japim ne, atë po japim Zotit para se me dhënë nevojtarit. Kjo është marrëmendja e rëndësishme për më u thonë. Falenderoj shumë për angazhimin tuaj mbi këtë temë. Natyrisht për urtësitë shumta që i ke lidhur mes asaj që ndërlidhet me vetrin. Në këtë rast i madh Zoti ju shpërbleft dhe na mësoi gjithë bashku që përballë këtij obligimi që kemi si besimtar, mirëveçantë pastaj si familjar, të jemi të kujdesshëm dhe natyrisht ta dorëzojmë në adresën e duhur. Zoti ju shpërbleft. Faleminderit edhe për juve, për mundësinë, për ftesën. Gjithherë inshallah jemi në ndihmë të atyre që kanë nevojë, edhe jemi gjithherë aty ku e kërkon e mira. Amin, faleminderit shumë. Shikues të nderuar, me kaq përfundon emisionin sonte. Deri në takimin e radhës, paqja e Allahut qoftë mbi ju.